Shikoni këte? Ky është një Chelsea kamion një. Prandaj, ti pronar, bjeri këshu, krye dhe veshin, të lutem, ju pronar, që keni lëshuar kontrata për shofera kamioni, pikërisht për ata që kanë kod 95, polak, sloven, kroat. Edhe për ata të tjerët që s'kan kod, edhe presin që të vinë në Gjermani dhe ta marrin kodin gjerman. Të lutem o pronar, mundohu që të flasësh me zyrën e punës. Dhe ti thuash, të lutem shumë, ka aplikuar emër mbi emër. Të lutem, pse po vonohet? Si është situata? Çfarë kini? Se ambasada gjermane që është në Tiranë nuk ka lidhje fare. Viza merret nga Gjermania. Se kohët e fundit kanë filluar shumë, po vonohen shumë viza për shofera kamioni. Edhe ata që janë me kod 95 europian, edhe ata që janë pa kod. Prandaj ti pronar që prek ta shofer, mundohu, mos fli gjumë, hape telefonin, mos u frikso, se kohët e fundit, pronarët e kamionave nuk po hapin telefonin, se mendojnë se mos është nej borxhli, se mendojnë se mos është nej financant, se mendojnë se mos është nej klient, hape telefonin, ose mere zyrën e punës në telefon dhe thuaj, filan Fisteku ka aplikuar për shofer kamioni, pse po e vononi shumë vizën? Ti ke qëndajva, mos fli gjumë, nga ana tjetër kërkoni punëtor, nga ana tjetër prisni. Unë ju përshëndes dhe e dini vetë ju, fundjavë të bukur, fundjavë të mirë. Të interesuarit, shkruaj dajës tu, momentalisht kemi vende për shofera kamioni, edhe me klasit C, edhe me klasit CE, edhe ata që kanë ADR-n, por mirë do ishte me kod 95 europian. Një pse, Chelsea.